Sa shumë të ba. Mësuse, me ata shkruaj këta? Shumë mire ke Blerina vashta. Thanas, që janë këto që bën orë në artimit? Kujdes, ha? Luli! Kush ishte ai nxënës që u largua me të shpejt, Luli? Me ty po flas, Luli, përse nuk i përgjigjesh pyetjes? Po, mu duk si tili, mësuse. Nërtil duli, po... Se pashmi. Është në klasë në 7 mësuse. Ka mësim në 7 tani? Ka mësuse. Po tili bën si shkrepet. Po nuk i jini se në re në shkollën ta. Nërtil duli. Mirë nxënës, vazhdojmë artimin. Giving
Alban, Urdhon Susan. shko më thirr pak atë në Ertilin. Mirë, I thuaj që të do më suse gjus, mirë? mirë. Nuk e di që mendim këti drita për këta tipa. Por unë them se duan punë edhe durim nga të gjithne. Miru pafshë. Më habiti gjesti ti. U afrua te dritarja edhe ja dha fishkëllimës me sa fuqi që kishte. Mos u çudit Besa. Kemi kohë që merremi me Tilin. Sa vete bëhet më i mbrapsht, ai djalë ka mbushur kupën. Ky nuk është vetëm mendimi im. Ashtu është, mire ka. Tili është një druj shtrëmër midis të tjerëve, moj Besa. Po ti çfarë ke? Pse shqetësohesh? Ty nuk të kërkon njëri llogari. Mua po? Unë e kam kujdestari. Le të kisha 80 nxënës. Vetëm në Ertil Tulit mos ta kisha. Mos kujto se mua dikur nuk më ka ardhur keq kështu si ty. Nuk kam lënë metodë pa përdorur. Vetëm një gjë kam mbetur tani. Të largohet nga shkolla pa përfunduar? S'ke që bën, atë rrugë ka nisur. Susan, Alban, nuk vjen. pse? Sto? Po mirë, që tha? E pra? Bëjt fale gjuhës. Shtu, a? Të fala gjuhës, tha. Alban, Urdhon Susan. në pushimin e madh duhet të bisedoj me ty, mirë? Mirë Susan. Të provohet se prodhimi i shumës së dy numrave me diferencën e tyre është e barabartë me diferencën e katrorëve të dy numrave të dhënë. J'aurai une 10 en français. Tu auras des bons résultats. Il aura des gâteaux. Il aura des stylos. Po mirë, më Alban, ta zëmë se është ashtu si thua ti. Atëre, që shti u Tilin që të bëhet djali keq? Po Tili nuk është i keq, Susan. E drejt. Po mirë, pra, si arriti ai që të mos jetë nxënës i rregullt? Tili vjet ka qenë në klasën tonë. Po? Mirë po bënte zhurmë, gasmonte shokët. Po? Na bënte ne për të qeshur. Na ndonjëherë arrin aty sa bashkë me Lulin ikin dhe nga mësimi. Dhe për këtë drejtoresha vendos t'i ndaj. Tilin e çojnë klasën 7C. Po? Po Tili ka qef të vite knemse, prandaj bën kështu. Po pse ti jetë ky shkaku, thua? Ti pak më përpara vetë më the se vjet Tili ka qenë së bashku me Lulin në klasë, Po, edhe si lloj keq. po. Po edhe si vjet që ai është pa të, po prapë të njëjtin gjë bën. Pse? Ka mbetur ndonjëherë në klasë Tili? Më duket se ka mbetur një herë në klasën e 5. Vjet mbeti dhe në 2 provime, po i dhan vjesht dhe kaloi. Po mirë, si thua ti Alban, nëse ne përpiqemi që të gjithë së bashku. Thua e sillim në rrugë të mbar Tilin. S'ti që të them se Tili sot i e fjalën nesër prap. Pëm prapësira do të thuash. Po mëse, po Tili nuk është djali keq. Me të vërtetë i pëlqen ca shakat, po një punë që e ka qef e bën. Pyesin dhe mësues Bujani po desht. E di sa mirë sjell ai me të? Për ditë një avaz djali. Mos shko sot në shkollë, mos shko nesër. Po, sot më dhemi grykt. Nesër barku, po të hash për ditë akullore e kumlla. Do e mos, edhe dhembin. Digjo ti këto po të them. Në dashi mos të dhemë dhe kurrizi, trego se ku ke qenë. Që s'ke qenë sot në shkollë, këte e mora vesh, se erdhen e ma thanë. Po nga bro dhe tër ditën gjanëm, këte më thuj. A pra, do përgjigjesh me të mirë apo jo? Ma më përgjigje për të thënë! Mos thirë, o Qemal, mos thirë. Po na dëgjojnë komshint. Komshit the, le dëgjoj tërë më halla. Le ta marrin vesh se çfarë bukuroshi kemi. Mbas e vinë na ndihmojmë ta bëjmë zap, se ne nuk jemi të zot. Avash se ja këputa, o Qemal, avash. Shkollau tani se paftohet uj. Dëgjoj ama. Erdhën edhe më thanë se ti përsëri nuk vete në shkollë, gjej vend se ku të futesh. Dëgjoj apo jo? Ngre
Ngreu, Tili. Nuk du. Ngreu tash. Ke tërë ditën e ditës pa bën gjëngoj. Moj zira, Urdhro. ku është funjeri? Po gati ke të gjitha. E gjeta. Hë, Tili. Pa të regoj nënës njëherë. Ku ishe tërë ditën e ditës? Po ti harro more birë se ke prind. Ke shtëpi. Po mos i thuash babit ta them. Nuk i them babit jo, po më thoj ku ishe. Mirë beto. Të betojmë që nuk i them. Në stadium. Oh, Po që do kot që vajtëm. Hëngrëm dru si jeret nga partizani. Paleti që mra orde këtu. Babi, o ba, Tili ka qenë në stadium, i tha mamit. O babi, doj Tili. Tili, mos e luaj vëllan se të erdha. Shoku tifozi partizanit. Jeni në kundra vajtje. Erdhe ti tifozi shatë mendorit na mësosh rregullat e qarkullimit? Nuk jam as kundra vajti, as kundra ardhi, jo. Po kam një defekt të vogël. Do me thënë pozicion është lojë, njësoj është. Ja shloje, po vetëm për pak minuta. Po ti më duket se edhe sot pas ke bërë autogol. Jo, isha 2 orë të pa pushim. Thash këtë marrë pak zanat nga Xhaxhivasa. Shiko mos më gënje mua. Jo, qofsha gardelinat. Po të qash mëra? Gardelinat. Gardalina. Ti jap gaz. Jepi pa gaz dhe shiko amperin. Po, Shpat. çfarë sot e hita po e premte? Sot e njëte. Xhaxhivasa ika unë se kam sim. Gjithmonë se ishte e premte. Shko mor që rrata Hajde, u shpejt. pafshim Xhaxhivasa. Hajde miru pafshim Gjan. Ika mor që rrata. Dini në magazin bërë një punë të madhe, duke e rregulluar dhe sistemuar. Por megjithatë, ai nuk e ndjente veten të kënaqur, sepse ndjente që kishte ende forca, të cilat mund t'i kthente në shërbim të popullit dhe të atë dheu. Shumë mirë, Luela, ulu. Cilin kërkon, mordjal? Lulin. Lulin. Pa ish në mësim tani. Prite kur të mbaroj. Ose po deshe eja dhe ti në klas. Ha, do apo ja? Po. Hajde. Qose do vi Tili. E Tili, hajde këtu ke Luli. Qetësi në zanës, qetësi. Me shnet kungull. Po, ama pa, nesër ti papa. O Tilo. Budalla, re brenda me këmbët tua. E se përgjigju tash ti për fishkëllim. Pra, edhe pse ka proteza në të dyja këmbët, Din Hyka e përbuz jetën e pensionistit dhe të invalidit dhe futet me besim e gëzim në vetvete në jetën e gjallë të punëtorëve. Kur hyri në barakën e tij dhe filloi të pastroj detalet dhe kur ishtet që ndodheshin aty, detale ju e dini kujt i tonë, po sepse të gjithë kemi prindra apo të afër në prozina. Pra, Dini tha, të gjitha do t'i ktheni jetë ashtu si që ktheva veten time. Nuk rohet kështu këmbë për mbi këmbë. Dua të punoj edhe unë si të gjithë shokët. Asgjë më tepër. Nuk rohet kështu këmbë për mbi këmbë, tha Dini. Shpejt erdhi. Mësuese, Ha, Luli, Tili ka qevi në klasën tonë. po shkolla ka rregulla, more Luli. Ka disiplinë. Pa i tek ne ka qenë mësuese. Po mirë, thire të bisedojmë një herë. Po si jo, Tili, shpejt se do mësusja. Kujdes mos rrëzoj. Ha besa ç'kemi? Ç'thon lepujt Fatmir? Po i shpijem në kabinetin e ri. Hajde Tili tani, thuaj përse do të vish tek ne. Nuk jemi në klasën tënde? Jo, zysh pa nuk është. Suse. Jo, mëse pa nuk është klasa ime. Këtu e kam klasën shokët. Po pse ke ikur pastaj? Po se muzika, unë ata më hoqën. Me siguri ke bërë diçka se kot nuk të ish njeri. Thuaj mësuesis tani çfarë ke bërë. Po se mos bëja ndonjë të mëdha aty zysh. Mësuese. Po ti më merr, unë do sillem mirë, vetëm të vi. Për kokën tënde. Për fjalën nderit, Tili. Për fjalën nderi. Ashtu. Po nuk mjafton vetëm kjo. Duhet të mësosh mirë. Pa duhet të dish të mbash fjalën. Di ti Tili ta mbash fjalën? Di mësuese. Di, a? Aha. Mirë. Do të bisedojmë me drejtoreshën. Do të mundohem të bëj diçka. Vetëm dëgjoj këtu. Urdhë. Mos na turprosh? Jo mësuese. Shko tani. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ha besa, Ç'kemi bujar? ç'thot Tili? Ka qef të vi në klasën time. Shumë mirë, merre. Ta bisedoj me drejtoreshën. një herë. Suksese besa. Mami, ky
Uroj të mos pendosh, Besa. Tili është i prap. Është si të them, I pandrejtshëm. çdo ditë i pjell mendja prapësira. Për shkak të tij jam kritikuar shpesh si mësuese kujdestare. Ç'e shtyru në këtë rrugë? Po nuk ja gjen dot fillin e Ertil Dulit më Besa. Nxënësit thonë se nuk është i keq. Nxënësit. Po nxënësit gallat duan, të paktën disa prej tyre. Nuk do vish ta pini kafe? Jo, ika, mirupafshim. Se pas ke Zhanin, ë? Ka shkuar me shërbim, mirupafshim. Mirupafshim, Drita. Mirë dita, Xhaxhi Shpëtim. Mirë dita, Kledia. E more ndonjë notë mirë sot? Po mora 10. 10, ë? Të lumt. Drekën e mirë. Drekën e mirë. Po ti? Kam dejurin, harove? Më doli nga mendja Shpëtim. Drekën e ëngre? E ëngra, po. Mirë. Dëgjoj Besa, Urdhra. po s'pate gjë mbas ditën në shkollë, merre vetë zanën në kopës. Mirupafshim. Mirë ardhësh. Dhe tashi, nga presidiatori ynë, Ertil Duli, do të shikoni një numër të ri. Si që shini, mbrapa s'ka gjë. Rufja! Ulluni. Ta shot lute? Me ka fa se ke zëmë? Po. Mire. Kush më thot tani se cili nga autorët tanë ka shkruar për Zot? Albani? Filip Shiroka, eja dalë ndyshe. Eja dalë ndyshe. Tjetër? Edi? Ndremjeda. Ndremjeda. Po tjetër? Hajda. Qajupi. Qajupi. Tjetër. Ina? Jeronim Derada. Po, Jeronim Derada. Tjetër, Blerina? Azdreni. Po nga na infrashëri, nuk po ju kujtojt në një poezi, kush ma thot? E Luila? Zogu dhe djali. Zogu pra dhe djali. I mban me në vargjet, Luila? Po. Pa na i thuaj? Një zog të bukur zurit një djalë. Ai po dridhi dhe i thosht ca fjalë. Nuk të vjen keq që jam i mitur, si ti i vogël, s'jam dhe i rritur. Më preti më si ty o tëm, të mos i vete, ç'bën e të prëm, të zesit ne, përse na ngini? Në punën tonë, përse s'na lini? Unë që s'ka mend si shtot njeriu, kujt i bëra keq? Ç'bëra unë i ziu? Fjalët e zogut djali i dëgjoi, qau dhe e puthi, pastaj e lëshoi. Ulu Luela. Tili, na gjej gjymtyrët kryesore të fjalisë. Ço? I dëgjoj kallëcues. Nuk kuptoj. I dëgjoj. Ama tani më mund. I dëgjoj kallëcues. Na i gjej krye fjalën. Krye fjala është djali me flokë shkurtra. Jo. Oh. Djali është, a? Atili? Djali më. Dhe Gjiluli? Jo, mësuse. Do që të ndihmon shokun? Po si që tash. Nga vendi. Mirë. Krye fjala është djali, mësuse. Po, shumë mirë. Krye fjala pra është djali. Ndërsa kallëzuesi Tili është. S'ka nevojë. Vazhdo më tuti. Zogu Tili, zogu. Atëhere përfundimisht në zënë si do t'ja bëj me Tilin. A i ka shumë bëshllëqe. Doni apo nuk doni që ta ndihmoni shokun? Duam, mësuse, si nuk duam. Por... Çdo me thënë kjo por, Luela? Nuk don Tili. Të paktën me mua jo. Nuk jam bërë të më japin mund vajzat sot. Edhe mua kështu ma ka bërë, mësuse. Unë i shpjegoj mësimin ai kisha mendën te Gardelina. Po pse i pandrejshëm është Tili, thoni ju? Jo, mësuse, Tili është shumë i zgjuar dhe gazmor. Po nuk shtor dhe nuk dëgjon asnjëri. Mbase të gjithëve do të na dëgjoj. Mirëmëngjes nxënës. Mirëmëngjes. Lulita kush mungon sot? Sot mungon Emira Xhamra dhe Sakore.
gjitha në katror. Është e barabartë. A në katror. Plus 2AB plus B në katror. Kuptove Tili? Aha. Kuptova apo ja fut koti? Qofshe Kardelinet që kuptova. Na. Haj. A do ta përsërisni një katror binomin? Po, përsëriti ti po pati qef. A plus B e gjitha në katror. Është e barabartë me A në katror. Plus çka ke? Kam marruar ti apo ujme. Prandaj s'këndon kë. O Tili do mësojmë apo ti gjithë? Si duash më? Po, më mirë se tani vjen dhe Luli dhe lozim pa futboll. Tili mos u tallë, Nuk po tallë moro. O, dorim të artojmë trut gjithë ditën me algebrën e me. A, bara, bam, bam, ba, x. Do më ti? Nuk dua, jo. Dua që ti të mësosh, të dua. Lash dhe mësimin e mandolinës sot për atën tënë. S'ke fajti, jo. Ke lënë mësimin e mandolinës, bo... Gabim, shumë gabim. Shko bjej. Se i bje bukur ti, kështu. Fillove dhe talësh tani. Nuk po talë njëjtë. Se ta tërgojë nesër. Po nuk po talë njëjtë është ti. O bani. O Albano. Po nuk po talë njëri më. Po e ikë më po deshe. Bjeri mandolinës, dirë më në sokak. O ti muja gjebër, që na bërë e mek. Vaj, kisët në kënak. Nu edhe futbollit, sot e kemi hak. Jeni i totu. I mati, 5 gole të pojmo, jo 1 gol, 5. Të lumt shumë mirë Teuta. Kujdes Bledi se ke gabime ortografike. Luela 10 pas ka marrë. Të lumt Luela shumë mirë. Mirë Vera. Ke mundësi akoma më tepër sa mirë, kështu vazhdo. Ku e ke mendin ti Luli, ha? Ku e ke mendin kur i bën të tyrat? Shikoj sa bukur e ke bërë. Që ke marrë? Më që ke marrë? Suse, po kjo nuk është fletore ime. E di që s'është ajo ti Alban. Por është e shoku tënd që ke marrë përsi për ta ndihmosh. Shikoj sa bukur e ka bërë. Më kujdes se ke dalë pa nga tema. Unë nuk e ndihmoj më Tilin, mëse. Pse? Po ai nuk e ka mendjen të mësimet. La dhe mua pa mësuar. Alo, më hepi që. A tërhiqeshin ndonjëherë partizanët? A tërhiqeshin ndonjëherë pionierët? Armiku i gjurmonte, i burgoste, disa edhe i vrau, por ata prap nuk tërhiqeshin. Detyrën e shtëpisë e ke bërë mirë, Alban. Po me Tilin, si do t'ja bëjmë? Po nuk jemi në gjendje ne të gjithë së bashku ta kthejmë në rrugë të mbarë Tili? Pa i e shoku ynë. Hë Luli, si thua ti? Ashtu është vërtet, mësuse. Po edhe ne kemi faj. Po, kemi faj mësuse se për shembull ja, në këto aktivitete, po, ne nuk e kemi thyrë fare atë. Ai ka shumë qefto, sidomos atë sportit. Po mirë, nesër ne kemi ditën sportive dhe po e marrim edhe Tilin. Si thoni ju, ta marrim apo jo? Po, mësuse, e marrim. Ta marrim, ë? Do ta shohësh mësuse, e marrim. Du ta marrin vesh. Gara s'ka fundi. Kujdes se erdhëm. Ja ku është, ai me të bardha. Po ti e pe apo të thanë? Me tha tani me Bledin. Kishim me te. Po dhe unë habitëm, dherja për fundit ishe i parë. Pas të më letë për para. Ullu Tili. Jo, Rikoli. Ne jo ullu. Tili për që po flisni? Për ata shtatës bëmë, na e morën garë me hile. Me tërmen, Tili, a e theme mësusës? Monet e mësusja e keti. Mire ka Alban, se mos i them. Ne ishim të parë. Të ngeci prap të reshi.
Duhet me hyp prapë mrena, Beno. Ej, kujdes se bëna trem peshi ti. Po unë them ka mu. Nga marë se më gësi grepi. Hëma, si thua Tili? Po mirë më, me që ata na e punuan këshu, dhe ne u tregojmë vëndi pastaj. Ej, mos u fute se do mbytesh. Iku. U mbyt. Dim! Dim! Hajde, shpejt, hajde. Aku besoj Tili, e? Jo, më. Lëviz pak, hajde, bëj pak gjimnastik. Edhe futu prapë o deshe. Ke kujdes se mos ftohesh ti, hajde, lëviz pak. Nuk ftojmë më se jam mësuar, po shikoni të vogli mos ju ftohet ju. Shëndete, shikoni t'ju ftohe? Hajde, shpejt. Shëndete një. Faleminderit. Jepi, mos e kurse. Samina e punoja i mashtrusit të djavit. I, me trafka i o Tili. Bëja Tili që ka punuar, të du. Ashtu bravo. Jeti, forca, hajde ti. Susim. Tili! Tili, më dëgjon? Kështu e mban fjallën ti? Tili! Që në kemi kuptuar bashk, Luli. Në vënd që ta ndrejqim shokun, po e shty me duar tona rrug të gabuar. Fajnë e kishta imësuse dhe jo Tili. Na e mori fitore nga dona me drevi. Po nuk do t'i ishte më mirë të lajmëronit mësuesen ju se sa të zireshit? Ke drejt mësuse. Mbaj edhe një tresh aty. Bëm 4 mesel. Mbaj edhe aqne a i ku ajo vetura më Tili. Unë e ti se në kluan targa shti. Të ka mërzitur a i djemë. Kush me, jo, ma. Shi, aqne i ku. Urdo. Nisu pak për pajti se kam një laf me gjagjivasu. Sekretë, ë? Ke filluar ma sekretet ashti? Të them pastaj unë të qke? Po. Urdo, mbaj edhe 2 tresha. Bëm 5-0. 30-0, ko mos e i bërë, ik njarë, faqe nuk Kishe qenë sot loj ti, do të kisha shem. Mirë. Mos u bëno, se bje zilja. Jo. Aj, miru pafshim. Prapa, Shoko, prapa! E ku të shko makina, Shoko? E imja, Shoko, dhe e nërmarje, Shoko. Unë e një targa, kjo është të gjivasës. E që gjivasës të bëhet pas dite, ore, Shoko. Po ti ku shkon? Të dhem shumë? Lartë ekonomia. Harova fare drejt. Hiqe dorën. Tashti do t'alëm të ftohet, se keku nuk hajti nxehtë. Për sot fëmin mbaruam. Si detyrë shtëpie do të keni ushtrimin në murtesë. Vit në një. Mësuse, unë nuk kam mësuar për sot se kisha maman smur. Mirë, Zana, me që ke pasur arsye, po ta marrë të Shikoni në shoqe drejtërisht. Dakor. Mirëmëngjes. Pastaj do të bisedoj. Mirë. Ka një vjet në mësim? Më para na thuaj ku ishe? E shto duhet i ku isha unë? Si s'na duhet ne, man. Po ne jemi në garë me klaset e tjera. Ma e te gara e geti. Jo të vrejnë si ty. Në orë të mësimit. Po nuk brova më me kovë në mballë. Luila, si është puna? Çfarë ka ndodhur Tili? Ha pra fol, thuaj mësueses. Po jam mësuse. Tili mungoron e parë mësuse. Pse? Tili kish me kuar do mballë mësuse. Po ne nuk dinim gjë. Ashtu, ha?
Dhe mballën Tili? Po mësuse. Pa uluni në përvende? Po mirë, si thoni ju nxënës? Me që Tili ka patur arsye sot. Ta pranojmë në mësim? Pranojmë. Ullu. Shoqja Besa, urdhra. Të marrja 2 nxënës për mjekim? Po si? Të vi Artan Hasa dhe Agron Mema. Vera, kush mungon sot? Bledari i Gjenin është i smur. Nuk di se si të them oj Violet. Po si u bën atë moment kur hyri dentistja në klasë. Megjithatë nuk i rash në sy. Haje gjani mamit. Se di si thash, më tepër do të prish punë se sa do të ndreq. Ma jep mullirin tani. U blua. Urdhra. Ti drejt ke menduar Bes, po Tilja e di se si ka thënë me vete. Ja hodha mësuses dhe këtë radhë pa u lagur. Ndërsa, po ta njihje Tilin, ashtu si e njohim dhe ne do kishe vepruar në mënyrë të atill që edhe fajin ta kuptonte, po dhe të mos lëndohej. Për të mira. Të bëf të mirë, Violet. E mendova edhe unë njerë këtë që thua ti. Por me gjitha të thash me vete, lëre Besa tani. Do të gjej kohën dhe do t'ja them. Kurse unë nuk do t'a lija të kalonte. Me gjitha të Besa, vështire ka cili do me tipa të tillë. Edhe bujari ka pasur rase që ka humbur durimin me të, e pra bujari është njeri mrekullueshëm. Nuk dia njesh për safërmi. Nuk ka si bëhet njeri më i mirë. Tamam komunist. Edhe unë atë përshtypje kam. Në mbledhjen e fundit të organizatës, më përgëzoj për iniciativën që kisha marrë për Tilin. Nuk e vetëm tha, na ke edhe ne, vetëm Sarjeta asgjë. Shumë mirë të ka thënë. Ndër aksione shkollore që ta jonë gjithmonë e parë. Nxënëse shumë bullore shtojnë radhët në këto gara. Veç Zeneli tip Dembeli, natur pranë qëndron në bisht. Sot ankohet i Dembeli, nesër se i dhëm një gisht. O Zeneli ore Dembel, ngreu mos qëndron në bisht. Shko bujar kompani e Pra katër. ta shok me Sa bukur e pas. Ndryshe të tregon. Ja pas kanë qëndisur. Në fakt e meritonte. Jo, e di pse? Se ndodh nga ndonjëherë Besa, edhe me ndonjëherën prej nesh. Që kështu me fjalë e pranojmë rolin e organizatës pionerit, ama kur vjen puna në praktikë. Ashtu. Ja drita për shembull. Ja unë kam thënë disa herë. Kishte tërë ato mundësi të punonte me Tilin edhe nëpërmjet organizatës klasës, edhe nëpërmjet vetë nxënësve. Po pse nuk e dëgjojnë? Themi atë që është. Sa për autoritet? Po. Po ç'do? Ti mund thuash pse morën si shembull dritën edhe jo veten time. Po s'ka ndonjë gjë këtu bujar. Unë ndoshta mund ta kem edhe gabim, por tipa të tillë e kanë në teori më të vështirë se në praktik. Në punë me dru, unë se kam fare problem. Ashtu? A ti mund t'i japësh një punë edhe e bën për një herë. Në përgjithësi Tilin punë me dru shkon mirë, ndonë se për mësime nuk ja thot fare. Megjithatë është mirë të vemi të shohim njërë bashkë konkretisht. Oh, shok, janë nga ore Tilit. Na hodhi sera. Susi Djema. Hej, shpejtë për vend, se Susi. Si të shkon puna Artan? Mirë mos fushte. Këtu po thuaj se s'kam vendor fare. E ka punuar vetë Tili. Në ekspozit do të mbaj emrin e Tilit. Kur dash ke bë ke mrekullirat i Tili. Po ti fare mirë mund të na rregullosh këndin e emulacionit klasës, ne? Mirë, po të vide Luli ama? S'kam kundërshtim. Luli edhe nxënës të tjerë, por dua që kryesori ti jesh ti. Mirë? Vazhdo punë. Mirupafshim nxënës. Mirupafshim. Tili. Më fal mësues. Tili, çfarë stelash do? Ama ato aty. Këto? Jo më ato të tjerat. Zvoglat? Ato. Këtë. Isolla, ja mora pastruses. Mirë. Po për çfarë do sapunin? Sa ka zanati. Ta dishti Albano, gozhda. Po ty jetë me sapun, nuk u let më mirë këtu. Aha. Shikoj. Ut kam parë dhe njërë tjetër unë. Po mirë ma unë edhe pas sapuni kam gullur gozhdat. Po, ama po. Alpet janë krahina më malore dhe më veriore e vendit tonë. Në vitet e pushtetit popullor, jeta në Alpe është gjallëruar. Është zhvilluar buqësia dhe blegtoria. Janë zbuluar pasuri të reja minerare dhe elektrifikimi është kryer i plot në të gjitha fshatrat e kësaj zone malore. Vazhdo. Kaq kishte mësimi për sot. Po elektrifikimin e the? E thash. Mirë, ullu. Unë t'ishe pregatit pak më mirë tjerë janë.
Shumë bukur, a? Bukur, shumë bukur. Hajde vendosim. Shumë mirë. Hajde Prit, vendosim gosta. Çaj këtë ndysht Luli. Pse? Ti shkolake këtë me ujë. Ç'po bëni këtu? Po rregullojmë këndin e klasës. Ashtu. Dhe nuk mund ta bëni pas orës mësimit? Po tani kemi pushim, prandaj po e bëjmë. Pse? Ashtu përdore që kishi marrë karafil? Karafil e vet. Kuj ti thua karafil ti? I pa edukat. Hes me mua në drejtori. Nuk Hes! do. Tili vërtet ka gabuar, por edhe ju ama nuk kenim pa gabim se saj. Madje shkaku bët ju vetë. A i suall si rrugaq. Ju mund të ofendoni atë, ndërsa is pas ka drejt u kthe përgjigje. Respekto, pastaj kërkon aporositin pedagogi mençur. Fillove ti nga pedagogjia, po të gjithë e dinë sa është i pasjallshëm. Është lehtë të konstatosh veç. E po unë nuk mund të zbrastimin e të mush kokën ati nërtit dulit. Atëre kot që i themi vetes mësues edhe edukator. Lutem shumë, çdo gjë ka një cak. Po nuk isha për qëllim t'ju fyja shoku Faik. Por edhe unë ju lutem të mos shkatroni atë që mezi po ndërtoj me mund e djers. Jo më kote kisha ngarkuar Nertilin të rregullonte këndin e emulacionit. Unë po t'isha në vendin tuaj, do t'i kërkoja ndjes. A ti? Vaj e halli për shkollën e për mësuesit, sikur ti për ulën nxënësve të tillë. Sjellja e mirë nuk është për ulje. Po pse thua ma mirë që ta hipen e qaf? Jeni nxehur shoku Faik dhe nuk po ja u vëre. Miru pafshi. Po moj motër, po. Por edhe shkolla ka fajin e vet. Se as unë, as kjo, nuk jemi mësuesa. Pastaj djalin nuk ma afrojnë, ma fynë. Edhe ne kemi tonat Qemal. Por vetëm nuk ja dalim dot. Nertili do kujdes dhe kujdes të veçantë bile ga të gjithëne. Po ne për ditë i flasim aty. Pastaj unë kam vënë edhe dormit. E re, hoxha. Po jo kështu se me të keq nuk i dilet Qemal. Ashtu është. Ju do të bënit mirë si kur të vinit më shpesh në shkollë që të qani mallet bashk. Për këtë kini të drejtë. E sa për Tilin nuk keq i bën, është brumi i tij. Se unë ja, kam këtë, as kush nuk e ndihmon. Veti bën mësimet për bukuri. Ndërsa Tili moj motër nuk e ka mendin tek shkolla. Mbeti gjithë ditën pas gardelinave. Për të mirë. Ja e tani kush e di se nga brev. Po të vazhdoj kështu, do ta fus në punë. Jo shoku Qemal, as që duhet ta mendoni një gjë të tillë. Ne duhet përpiqemi që ai të vazhdojë shkollën si gjithë të tjerët. Tili! Tili! Hape dera më të them! Vasha, Qemal. Tili! O Tili! Po pse ke mbyllur derën, Morxhan? Po na e bën gjakun ujë o shpirt. Po mësoj, nuk duhet të më trazoj njeri. E po mëson tani. Oh. Iliri, mbarove mësimet? Po, babi. Hajde, ec mirë pak mjell, shpejt. Shpejt ama. Sa të jetë, babi? Taj dregjit, taj ith nga pak. Hajde, fillo. Kujdes, he? Mjaft, o dhe shumë më duket. Mos na dalim petulla, pa. Ma mirë petulla, babi. Ta, ne? Aha. Po ku t'jetë vënuar, kaqe? Mos kam bledhje, babi. Mbledhje mirë, po mos i ka ndodhur gjë, thuaj. Shkoj të shikoj në shkollë? Jo, ti shko me Erzanën shpejt, në kopër. Ik. Babi, erdhi Zani, mami nuk më bleu akulore. E po ja moj grua që u bere se na bere me rak. Isha në shtëpinë e atë nxënësit shpëtim. Nertil Dulit, të kam folur për të. Në shtëpi the? Po. Spriste puna deri nesër. Nuk priste shpëtim. Kujdesu Një nga atje, mësuesit e ofendoi pa të drejtë. Tili është i pindjeshëm, kështu që mu deshti shkoja në shtëpi. Ndërsa atje prindrit e tij secili për hesap të vet. Njëri gozhdës e titri patkoj t'i binin. Po pse ti do t'i ndreqësh të gjitha, moj grua? E po tani kjo është detyra ime shpëtim.
Unë jam mësuese dhe për më tepër mësuese kujdestare. E po nuk e lënë ndonjëherë mësimi pa berë, besa. Dhe në mësimit nuk është gjithçka veç. Po ke shtëpi pa, ke familje. Kam edhe burr. Mirë, po ti shkosh pas, do nxensi. Po tani nuk janë të gjithë si Nertili dhe ti sa shpejt mërzitesh. Hajde shiko tani çka kam bërë. Do na kënaqesh, e di unë pa hajde. Po mrekulli. Barabartë në katër këto, e në të shikoni? E kuptuat? S'pa ta provojmë një në këtej në këtu, provoj njërë të tili? Mere? Familjen e Zvaranikëve bëjnë pjesë kafshët, të cilat jetojnë dhe shumojnë në tokë. Për shembull breshkat, gjarpërinjtë dhe hardhucat, japshëm. Mos u tremb. Tili, këtej vëmendje. Tu për shembull kemi një hardhuc. Ja zemra. Ja dhe stomaku. Vazhdojmë pra? Kush nga ju do të më thot se cili trup qëndron pezull, nëse dëndësia e tij është e barabartë me dëndësinë e lëngut? Luli! Urdhon se. Kush qëndron pezull? Njeriu ku noton. Ki e mendje mësim? Ulu. Ti fole një. Ti tjetri? Shumë keq. Tjetri? Peshku. Peshku pra, vazhdojmë tjetri? Nëndecja, vazhdojmë tjetri? Çfarë ka? Tini ma e pata? Çe ke këtë? Më falë, se nuk desha. Si të të falë? Se mos është era parë që e bën ti këtë? E kam thënë, ai njeri nuk ndreqet. Ai do vetëm rëmuj. Nuk durohet më në klasë. Për atë karafilin tënde ka fjallën. Karafili është i imi, shoku Faik. Është i yti. Është i të gjithëve ne. Dhe për atë të gjithë ne mbajmë përgjegjësi, shoku Faik. Vërtet Tili është problem. Por edhe ne duhet merreshim shumë me të. Pak jemi marrë me të. Pa le kur bashkohet me Lulin. Ai bëhet i padurueshëm. Kur mungon Tili, Luli nuk sillet keq, por sa po vjen Tili, Luli sikur merr krah prej tij. Uluni. Nxirni detyrat. Mirë. Po. Detyrat, Nertil. Shpejt detyrat. Nertil, duli detyrat! Po, ku e kam foto më trej? Po... E pas kam marruar fletore shtim, se sa shtim. Ashtu? Qo shpejt për jashta? Qo? Për jashta!
afrua te dritari edhe ja dha vishkëllimës me sa fuqi që kishte. Mos çudit Besa. Kemi kohë që merremi me Tilin. Sa vete bëhet më i mbrapsht, ai djalë ka mbushur kopën. Urojt mos pendohesh Besa. Tili është i prap. Është si të them, i pandreq. Çdo ditë i pjen mendja prapësira. Për shkak të tij jam kritikuar shpesh si mësuese kujdestar. Oma, ky çuni na prish lojën. Ai njeri nuk ndreqet. Ai do vetëm rrëmuj. Nuk durohet më në klasë. Për atë karafilin tënde ka fjalën. Karafili është i imi, shoku Faik. Është i yti. Është i të gjithëve ne. Dhe për atë të gjithë ne mbajmë përgjegjësi, shoku Faik. Mami, mora 10 në edukat morale. O, sëmre, mami. Fletori aritmetikës. Unë e kërkoja në çantë e kjo më qenë ka këtu. Akoma nuk e fjetur ti? Nuk jam mirë shpëtim. Kam diçka që më shqetëson. Xhireti për jashtë nuk duhej të ndodhte. Më kupton? Nuk duhej. Aq më tepër nga unë. E po su bëqameti se nxore i nxerrës nga mësimi. E meritonte dhe nxore. Po sikur ti kishte ndodhur djali ton, kjo do të flisni kështu? Djali ju nuk është Tili. Po edhe Tili ama ka një nan. Ka një baba që duan ta edukojnë djalin e tyre, po ja që nuk din. Më duket se i ke hyrë një valle të vështirë. Shpëtim po ta heqim të gjithë së bashku këtë valle nuk është dhe aq e vështirë. Ndryshe, ç'kuptim do të kishte fjala mësuese? Mirë, o Besa, mirë. Po flitani se zhvon. Erdo Gjivaso, si e? Unë mirë jam, po tim duke se nuk je në rregull. Po unë shumë mirë. Mos më bëje stradë në. Am dhe fjallin që nuk do bësh më gabime. O, Gjivaso, thoj nuk duat më ardhe pik, ajtë miru pafsh. Na, Tili, eja. Eja hypë se bizetojmë rrugës, eja. Jo. Shtu, s'kemi gjë bashkë. S'ka më gojë të flasë në komitetin e prindërve. Edhe në mbledhjen e fundit u thash se ti do të bëje kthes, ndërsa ti avazë. Do që ta ruajmë shoqërinë bashkë. Duhet që Gjivaso. E pa kështu nuk ruhet shoqëria ti. Oh, shoqja Besa, 1 minutë lutem. Po mirë ju thash atyre shokëve të frontit. Si e shpjegoni ju atëre që Tili në shkollë sillen ndryshe dhe në blok sillen ndryshe? Mos është përzir mendojnë djalë që nuk është i blokut tuaj. Nuk më merr mend. Edhe ata jo më thanë. Ne e dim që ai shpak e prap, po jo kaq të madhe sa e bëni ju. Ashtu është Besa. Tili nuk është djalë i keq, nuk është djalë. Edhe për familjen më thanë fjalë shumë të mira vas. Si familje është familje shumë e mirë. Unë njoh se kam komshi. Ja ti shpuntor që nuk e ka shokun, po do të merrej më shumë të birit. Edhe ata e pranuan këtë, thanë që duhet bashkëpunojnë më tepër me shkollën. Ashtu është Besa, ashtu, po e se fol me Qemalin. Po na flet si komshi më tha një ditë kur shkova për vizitë apo si komitetet të prindërve. Ashtu? Merre se duash e thash. Po e pash që nuk i erdhi mirë. Au, okay. Kisha Tilin këtu në makinë, pas ka ikur. Që rrataj. Nese, miru pafshim. Miru pafshim, asa. Bisedoj më shtruar në komitet të prindërve. Thuaj Xhaxhit miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim, asa. Do me thënë shkatrova të që ti vete ngrite maq kujdes. Po ti me taktë arritet ta sillet Tilin në klasë, dhe pa pritur e nxore vetë jashtë. Ke të drejtë Bujar, ashtu është. Me duart e mia shkatrova një çast, atë që ndërtuan për disa muaj. Kujdes fëmi, mbani rreshtën, është. Për dy. Me teatrin do të bisedoj vetë. Më nevojite diçka për shkollën, them të takoj. Po e njoftoj edhe për mbledhjen. Mirë. Më shpejt fëmi, më shpejt. Edhe ju të tjerët, shpejt. Hajde.
Kthej nga në tjetër, a? Bujari, si e buja? Si e kalon? Si e si duke? Mirë. Ku je? Po ja, bujar, nuk kam patur kohë të vije, jo se nuk kam dashur. Pastaj ti e shikon edhe vetë sa i zëngjë jam. Po mbyllim planin, vazhdoj punë. Të kuptoj që marr. Kam qenë vetë punëtor dhe di se çdo thot plan. Por megjithatë edhe ti duhet na kuptosh drejt. Me Tilin kemi përsëri hapur. Dje në mësimin e fizikës. Po jam rë bujar, këtë dërrase kam unë. Po u bë keq, mua ma heqin veshin. Kurse fëmijët i keni ju, arsimtarët. Ajo kështu që marr. Kjo është dërras, ndërsa djali yt është njëri. Sikur çkulja e qlet sa goshta, një veprim apo një sjellje jo e mirë, atëherë puna do ishte ndryshe. Nuk zdërgohet aq lehtë njeriu. Së është njeri, edhe jo dërras pa shpirt që mund ta kthesh si të duash. Nesër kemi mbledhjen e prindërve. Do të vinë edhe shokët e frontit. Le të qajmë hallës bashkë. Jo, në mbledhje nuk vi. Pse? Nuk kam sy e faqe të dalë përpara. Po mirë, unë e kuptoj që ti e ke të vështirë. Megjithatë në mbledhje duhet vish. Është fjala për të ardhmen e djalit. Mirë pafshim që mal. Kok. E fitove këtë lojë? A mi idhi pullat mirë ti? Ama si bënde ti për i pull? Po kur ti fitova unë ty, ti u bëre speci kujtse. Se mos e kisha nga jo më buf puleshe? Nga e kishe? E kam thirrur babin tim në shkollë. Pse, për këtë je mërzitur ti? Ti e budalla. Edhe babin tim e kam thirrur. E qa pasaj? Hajde vazhdojmë lojën e. Drejtor Esha, kam mbledhje me prindit e nxënësve dovët të pasjetshëm. Apo ty të gënje mendja se jemi nxënës mirë fort. E më punë e madhe. Hajde vazhdojmë lojën. Kok, hehe. Thashë ta fitoj të lojë se s'bën. O, akoma si ke fituar që gjitha. Vetëm babi nësa kishit thirrur në shkollë. Pa lekut e në mojnë do të mirë. Ai pastaj nga inati. Edhe babi im sa përton jo. Po s'kemi që bëjmë, na zuri. Jo, duhet mendojmë të bëjmë diçka. Avas. A shkojmë te Nokia? Se ke keshti? Hajde shkojmë. Hajde. Gjani mami. Prandaj shoku bujar thyerja notës në sjellje do ta vinte përpara përgjegjësisë familjen dhe Tilin. Ose do ta çaronte më keq gjendjen. Kam parasysh Tilin. Ai nuk është më i pari. Në disa gjëra ka filluar të ndryshojë. Për shembull ai e kupton gabimin, kërkon falje. Dakord, po ai po vazhdon prapë. Oh, sta që mali. Mirëmbrëma. Si Mirë, faleminderit. Hym. Si jeni mirë? Hajde. Ne do diskutojmë së bashku me të. Ju lutem zini vende. Shoku bujar. Po. Atëre fillojmë. Siç e dini shok, sonte jemi mbledhur për Po çfarë të ndrita? Nga pallati ka vetëm shkollën. Pa shiko ku shkoj se iti. Ta shoj një se që bëhet. Pa tjetër. Miru pafshim. Urdhroni. Si jeni mirë? Faleminderit. Ulloni. Pra, edhe fikja e dritave të shoku Qemal, duket që është punë e Tilit. Do me thënë, e Tilit dhe ndonjë tjetri. Nuk e besoj, po nuk është e mundur. Falni. Jo, s'ka gjë, ndizeni. Por, ne kemi duruar shumë Tilin. E kemi qortuar. E kemi këshilluar. Juve ju kemi njoftuar disa herë për sjelljen e tij të pahishme. Tani kupa u mbush nuk mban më. Besoj se më kuptoni shoku Qemal. E po të arritësh fëmijin. E të pjell belaja me të? Mos e thoni atë shoku Qemal. Ne nuk duhet të mërzitemi e ta braktisim atë vetëm duke thënë që ç'na polli belaja. Ne bashkë kemi biseduar, moj motër. Ca kohë si kur ushtrua. Mësonte me Albanin. Po, por Tili po na çon rrugë gabuar dhe nxënës të tjerë. Ja për shembull një djalë tjetër, Luli quhet. Ai ka marrë tamam tiparet e Tilit. Është bërë shumë i prapë. Është bërë problem në klasë edhe në shkollë. Prandaj edhe ju si prind
duhet të punoni shumë. Shoku Qemal, urdhroni brenda. Ju kishit të drejtë. Nuk më merrte mendja se do të arrinte deri këtu. Më vjen turp nga njerëzit. Merrni çdo vendim që t'u duket i drejtë. Ditën e mirë. Po jo kështu, shoku Qemal, nuk është mirë. Kam disa vjet që punoj në këtë shkollë dhe nuk është hera e parë që merremi me këtë nxënës. Kemi pritur që të bëj kthes ky Ertil Duli. Ai ndron për pak kohë dhe përsëri shturet. Vjeni pa përgatitur në mësime. Është kokë fort. Rëmujaxhi. Herë të dëgjon, herë jo. Pastaj ç'ta zgjasim. Ju e dini shumë mirë se si ndodhi orën e fundit të mësimit të fizikës. Për mendimin tim, ky nxënës nuk duhet të qëndrojë më në shkollë. Edhe unë jam dakord me propozimin e shoqes Drita. Ne interesohemi që ai të sistemohet sa më parë në punë dhe atje të vazhdoj shkollën pa shkëputje nga puna, me që ka mbushur moshën. Ky kujdes nga na jon do na tregojë edhe ne si një kolektiv dinjitos. Kolektiv dinjitos do t'jemi kur ne ta mbajmë dhe ta edukojmë këtu, shoku Faik. Unë shpreha mendimin tim, shoqe Besa. Vërtet, shoku Faik. Pra ju mendoni se ne i bëm të gjitha me këtë nxënës dhe nuk na mbetet gjë tjetër, vetëm largimi i tij nga shkolla. Po ju vetë, shoku Bujar, ç'mendim keni? Në fakt, mos harroni se ky nxënës veç të tjerave u bë shkatull për dështimin e mbledhjes së prindërve. Prandaj mos gjatë. Ne kemi diskutuar këtu për një problem mjaft të rëndësishëm, që ka të bëjë me fatin e nxënësi, të një pjesëtari të shoqërisë son, ndërsa shoku Faik po thotë se ne po zgjatemi kot. Po pse uleni? Vazhdojeni, shoqja Besa, me që e filluar, çojeni deri në fund mendimin. Vërtet, shok, Tili është problem për të gjithë ne. Edhe mua shpesh herë më ka mërzitur e shqetësuar. Por ama kam vënë re se ai nuk është pas gjë të mirë e të bukur në shpirtin e tij. Por tek ai ka munguar puna e mjaftueshme edukative e familjes dhe e shkollës. Sipas jush, ne nuk pas kemi punuar fare me këtë nxënës. Thashë mjaftueshme, më shoqe. Kjo mungesë ka krijuar tek ai një boshllëk, të cilin pastaj e mbushin aktet e tij të pahishme. më bën përshtypje fjalët e shoqes Drita dhe të shokut Faik. Sipas tyre del që shkolla jon është vetëm për nxënësit të sjellshëm. Dhe kur ndonjë prej tyre nuk sillet mirë, atëherë ai se ka vendin në shkollë. Është e drejtë që tha shoku Faik, që Tili u bë shkaktar për dështimin e mbledhjes, dhe veprimi i tij është i dënueshëm. E megjithatë, a duhet të arrijmë ne deri aty sa të kërkojmë largimin e tij nga shkolla, kur dihet se ai nuk ka as moshën për të hyrë në punë? Po mirë, edhe sikur ta kishte. Derisa të sistemohej në punë, do të vërtitet rrugëve i predispozuar për të bërë veprime të pahishme. Dhe pse bëhet kjo? Për të shpëtuar nga telashet, sepse është fakt që Tili është tip i ndërlikuar. Ju shoku Bujar keni të drejtë, se në lëndën tuaj ai e ka më të lehtë. Hajde të jepni një herë fizik dhe ta shikoni si t'ja u bëj lëndën çorak. Ktu fus edhe veten time, se edhe unë nuk jam marrë se duhet me të. Nuk jam shtruar ashtu vënçe si e thon. Dhe ta durojmë që të na çrregulloj tër shkollën. Jo kështu shoqja Drita. Me rregull dhe me leje flisni. Unë nuk thash ti bëjmë lëshime Tilit. Ashtu. Por të luftojmë për edukimin e tij me normat e moralit proletar. Dhe ta ndihmojmë shoqen Besa në këtë punë që ka nisur. E drejt. Jeta ka treguar se tipat e tillë si Tili janë shtruar në gjirin e klasës punëtore. Sigurisht, në gjirin e klasës punëtore, element të tillë janë edukuar. Por kjo nuk do të thotë që sa herë kemi nxënës të pasjellshëm, ti përjashtojmë nga shkolla se i edukon klasa punëtore. Edukimin e nxënësve të tillë duhet ta bëj vetë kolektivi, dhe jo të spekulohet me shprehjen ta çojmë pranë gjirit të klasës punëtore. Mire tha edhe shoku Bujar, se jo të gjitha gjunajet duhet ja hedhim nxënësve. Duhet ta shikojmë me seriozitet edhe punën tonë. Këtë e them edhe për vete. Ka ndonjë gjë tre? Besoj tashti se i arritëm qëllimit me këtë mbledhje, ta mbyllim dhe secili prej nesh duhet të nxjerrë detyrat që i takojnë. Vera, këtë qënë këta apo këta? Më pëlqejnë të dyja. Ja pyesim dhe mësuesa. Mësuesa, ju pëlqejnë kartolina? Shumë të bukura. Ja dhe kjo këtu, ha? Blini dhe i libër. Ja zgjedhëm? Mirë. Po pastaj Luli shi tha Tili. Ai më tha, edhe sikur më ra babai, edhe po të më përzër nga shtëpia, unë përsëri në shkollë nuk vete.
Teta Mos u mërzit se ka për ta për ju pioner. Po si? Në të dinë më tha, po desha edhe vetëm ti. Qështu? Vera i blet librin? Po mësuse për ju pioner. O, shumë mirë, të lumt. Verini dhe kartolinat, lidhjani dhe me një fjongo, dhe t'ja qojmë. Mirë mësuse. Urdhroni këtë ju lutem. S'ka gjë se shumë mirë jemi edhe këtu, mos u shqetësoni. Që është ajo fjalë ju, mirë se na erdhët. S'ka gjë teta, mirë jemi edhe këtu. Po mirë, si të dëshironi. Ju faleminderit shumë për vizitën dhe nuk dim se si to është problem. Por na falni se nuk e dinim se do të vinit. Po Tili nuk është këtu? Tili akoma s'ka ardhur në shtëpi. As për të ngrënë. Po mirë që nuk do të vinë në shkollë, ju ka thënë gjë? Në shkollë? Pa të guzoj ta bëj këtë Tili pa, e shikon se ku vete nga jati. Qemali besoj nuk ka ardhur nga puna, Erdhi zio, dhe pa u çlodhur fare shkoj tek motra ime ta kërkoj, sepse Tili sa e që bën prapësira, atje vete. Më falni era tashti. Emër djalë. Kush qenë ka Tili? Po di pse s'flet për kjo rrëdha. Hajde ullu. Ullu. Sifi, njesh me Tilin? Jemi shok të vjetër bashkë. E kam edhe komshi. Por që do? Në futboll e kam kundërshtar. Si jemi mësime? A shesh në bërë? Ha, mërë. Vetëm ne të ty. Më fali minutë, Sifi. Paso, do vish apo dalëm fare lojën? Ja, një minutë. Ta kam falur, Sifi. Zëre se e fitove. Miru pafsh. Miru pafsh. Sifi, a i bëjmë një lojë bashkë. Ullu. O, Vaso! Sa mirë që të pash. Një minutë lutem. Çfarë bën më nuk ka fëmijë? Më rritë në sërutës. Shu pra Tili? O në puno, rashe vdiqa. Unë në shkollë nuk vetëm, kush të bëj? Po edhe në punë nuk të qas njeri pa mbaruar shkollën. Po unë thash, duhet bëjmë shofer. A, po vërtet. Shofer bëhe sa hape mbyllë sytë, me të venduar në timon. Apo se them, duhet patent. Patent, e shikon pra që u dashka shkolla dhe për të përshkolla. Duhet po jo shumë. Po mirë sa thu. Po, sa këti Gjergjevaso? Po të mesme në vesh një 3 kurseve. Të mesme? Pse habitesh? Pse pak shofer ka si unë sot? Sa prapa pas kam qenë. E për të thash duhet mbaruar shkolla, një pas ta shojme. Hajde. Po që ku ta vazhdoj natë? Se ditën s'ke kohë duket, të mbytën hallet. Të kishe mbushur moshën dhe të kishe për të mbajtur familjen, hajde dhe. Po ti nesër sa po shkelet 16 dhe në familje ke të gjitha të mirët. Shoqe! 1 minutë, lutem. Unë nuk thasë më mungon gjë, po. Më më shtorë shkolla më Gjergjevaso. Një top ju lutem. Si urdhëroni? Urdhëroni. I faleminderit. Të shftosh shkolla. Po nxemja përse është? Je edhe sportist apo jo? Merë. Merë ta kesh për nxemje, po. Pas mësime. Ma bëre gol më duket.
1-0 në favor Partizanit. Edhe kurpa, tamam për ditëlindje. Por Tili avash, po ti lërë vllajt Lozi tani, po ti nuk e më kalama Tili. Po Xhaxhivasu s'ti mua, Xhaxhivasu ma bleu topin. Po mos isha i vogël unë, Xhaxhivasu më gjente punë o top. Kujdes Tili, kujdes. More që rrata, po unë nuk thash ta bësh shtëpinë fushën e stërvitës së 17 nëntorit. Po sikur të ma kishe derdhur gotën, me çfarë do ta bënim gëzuar pastaj? Me llokume, kam mirë. Me llokume, Tili, hajde ke tezja. Ke qenë tezja, xhani tezës. Ç'ka si tezja? Të pëlqen? Faleminderit se tezja. Faleminderit Xhatemi. Xhaxhivasu shikoj sa e bukur. Ba, sa e bukur Tili. Tamam si fanele 17 nëntorit. E gjeti. E po gëzuar. Jo bëft mirë nisë na erdhe vasa. Gëzuar Tili. Gëzuar Xhaxhivasu. U bëfsh plak me mend. Po, edhe me shkolla më. E tham njëra të tani? E tham, dakor. Gëzuar. Bëft mirë. Urdhroni? Ja të faleminderit. Mirë. As tek Vasua nuk ishte. Veç mos art. Shise kush ka? Kush kështua Kemal? Vasua apo Tili? Ah, mor Vasu vllai. Na e plazi shpirtin ky djalë. Po edhe sot e gjeti? Ashtu është Kemal. Nuk i falet. As ky nuk e fal vetes ato që bëri. E kuptoj që kishte gabim. Por mu betua që ishte gabimi i tij i fundit. Ja. Mos i frik. Dhe nda fjallën si burrë të Kemal se pas këtaj, o bëhet nxënës si sjellshëm e shembullor, ose ndryshe, e kemi prishur misin bashkë. Dakor Tili? Mos u trem. Nuk do të rrah. Sot e tutja unë nuk do të vë më dorë mbi ty. Ti po rritesh. Po bëhesh burr. Dhe burrat lidhen pas fjalësh. Po, në më detyrof që unë ta shkel këtë fjalë. Dije se ti nuk do t'jesh më djali im. Mirë? Ha moj grua. Do ta pim dhe një gotë raki. Do pim si s'do pim o Kemal. Ha, vazo si thua. Po pim o kom shqip, pse të mos pim? Ne për gëzimin mi mbledhur sot, apo jo? Ashtu është Vasa. Unë shërbimin e kam mbaruar për vetë. E pa atëhere, na urdhëroni. Urdhroni. Merre. Ta sollën shokut dhe shokjet e klasës. Shoku në Tili, të urojmë ditëlindjen dhe suksese në mësime. Të presim nesër në klasë. Shokët dhe shoqet e kompanisë së 7A. Më fal Xhaxhi, nuk desha. Mos je ai Tili ti? Jo Xhaxhi, kjo është Luli, shoku i Til. Çani zoni. Rrethanorët janë gjymtyr të shprehura me folje. E radh herë me mbiemra. Kuptove Tili? Që këtë tutje do mësojmë bashkë? Mirë. Uluni. Fëmijë të dashur, mësimin e gjuhës do ta zhvillojmë së bashku. Mësuese Besa nuk do të vi, për ca kohë. Mbasi mbrëm natën është shtruar në spital dhe është operuar nga apendiciti. Tani është më mirë. Afërdita Kurti, këtu. Alban Demo, Sokol Qendro, tu. Anila Totozani, tu. Ardian Reka, tu. Bashkim Shkurti, tu. Nertin Duli, Vera Pinari, Vojsava Hysa, Sajmir Hasan, tu. A dëshiron ndonjëri fëmijë nga ju të flasë për mësimin e sotëm? Ha? S'po e kuptoj këtë shtjen tuaj. A jeni përgatitur për sot? Mirë. Shumë mirë. Tili ke mësuar ti apo? Kam supos jemi sigurt, patjetër pse me dorë. Shumë mirë Tili. Alo? Po, këtu është. Shpëtim, ju kërkojnë nga spitali. Alo? Po i shoqi jam. Ashtu? Ju faleminderit shumë.
shpëtim. Besa më del nga spitali. O, sa mirë. Faleminderit. Përgatitu se do të vim në shtëpi. Të urdhroni që të gjithë. Mund të vim që salte. Kur të doni. Arritë ta bësh? Po jo, papi, po. Guxon të më dhërrajtë dhe babi pas kësaj? Po nuk i mora prashtu. Si nuk i more, për unë të pash vetë? Dhe shtan! Po nuk i mora prashtu si kujton ti, babi. Po për çfarë i mora atëherë? Për mësuesin, ja për çfarë i mora. Mësuesen? Fol se nuk po të marr vesh. Dua që të shkoj dhe mësueses për vizitë, siç i kam vajtur gjithë tjerët. Mirë në spital që nuk i vajta, po as në shtëpi. I thash dhe mamit, mirë tha. Mirë lekët e bufeja dhe ble diçka, që ti vemi pasit e bashkë me babin. Po pse nuk më the që çfarë? Po, se mos më lejtë që të vizja. Edhe e mirë tani. Tani, bëj këpucët me boj, sa të kthehem unë. Por mos harro dhe të mijet, mirë? Ha më Tilja, hangre një? I se po të nëzirë të kithinati? Ç'pate ma? Ilir, ma je pak kovën. Blëra ha tani zana. Ama ma je pak. Oh, nuk e shikon që jam duke punuar? U lodhe shpëtim gjithë ditën në këmbë. Nuk ka gjë, ja. O pa unë ta mora. Bjeri kovën. Babi Zana ma mori kovën. Po s'ka gjë, mo Gjani mamit është e vogël ajo falje. Ilir, po bie Zilja, shpejt. Me mbrëma. Mi mbrëma të keqen. Djalim sot e bisës? Mirë mbrëma. Po ju kush jeni? U harova. Mi mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë se ardhët. Urdhroni. Tili. Eja ke mësusja. Shko tek mësusja. Të kam pritur, Tili. Kishte marrë malli shumë. Të gjithë nxënësit erdhën. Vetëm tia. Unë do të fija që kur mësuse, po... Më vinte zorë prej vetes. E kam mërzitur shumë mësuesen time. Po tani si jeni mësuse? Më mirë jam, Tili. Shkuara shoqja Besa. Faleminderit. Keni bërë shumë për djalin tonë. Ne nuk do t'ju harrojmë. Të shkuara. Dhe ju faleminderit për të gjitha. Asgjë ju lutem, e kam për detyrë. Mësuse, provimi i fundit i fizikës. Tani më shërove plotësisht, Ili. Ilir. Urdhro, mami. Takoj Tilin, është zënësi mi mirë i mamit. Mirë, mami. Hajde, Tili. Të njëshme bashkë të argumentin e që në shumë. Që klasë e Tili? Në të tretë. Faleminderit. Tili, ja di e më kësa lullëje? Ja di ma si se di, po, tani s'më kujtohen. Veti ke për këto? Po, Tili. Ilir, do të rëndë pak? Jo, tani nuk e shikon që të ka nërë. Nësa di? La 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 la, la 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 la, la 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 la. Më të lartë e arriti kompania e 7A me 9.6. U daluan këta nxënës:
Alban Demo, Vera Shkëmbi, Luela Kolumbi, Lertil Duli e të tjerë. Ju urojmë kompanisë së 7A suksese të mëtejshme.